Trashëgimia e gjyshit. Për këtë vend që më rrjedh luti, lumë që shqipe më fali Zoti. Për ty atë dhe, s'më dhimbët jeta, vend si ty në këtë botë zgjeta. Për ty atë dhe, der lët e gjak, për ty më foli gjyshi plak. Fjallët e gjyshit më lanë mbresa, ma mësoj qka është fjalla e besa. Kur për të mos punuar pas shpines, për të mos i besuar shkjaut shkines. E kështu gjyshi mi mësoj krejt, më tha se armiku zbët i drejt, se e mirë këti vendi vjen kjo irë, kjo tuk e madhe tje bes e ndirë. Wow, shumë e bukur kjo poezi. Faleminderit shumë. Mësoj dhe krejtët ta bashkëmoshatar që kanë me lexu, kanë me marrë një mesazh të duhur. Po, ta duan atë dheu, ka qenë qëllime më qysh kur kam fillu me shkru, me i frymëzu tjerë që lexuesi me gjetë dashnin mrena kësaj libre. Mirë shumë. Po qysh është e Elda krimtarin e së ardhmës? Dëshira jam është që ky libër që është i pari, kur mos me qeni fundi, krimtarin tem e shoh që ky libri më i parë mos me qenë asnjëri i fundit. Shoh shumë libra tjerë që janë duke ardhur, edhe besoj që për lexuesin ka me pas shumë zgjedhje nga autorja. Po. Edhe të shihet emri yt kudo. Elda, a shkruan më shumë kur je lumtur apo kur je mërzitur? Ma shumë, po që zakonisht emocionet janë ma shumë gëzim. Unë shënoj ma shumë kur jam e lumtur, po edhe ma shumë kur ndi ndoj ngjarje që zgjan emocione shumë të forta. Sa kohë të ka marrë me shkru këtë libër edhe qysh kanë reagu familja, shoqëria, kur e kanë marrë vesh që po do në botu edhe me sjellë një jetë librin? Po, libri ka fillu moshën 18 vjeçare, po nuk është ajo që më ka marrë kaq shumë kohë, se njerë kam fillu me i përmbledh poezit, dikun 2 vite më ka marrë kohë, e familja fillimisht më ka pyet nëse kjo është ajo çka unë po du, e pastaj kanë qenë mbështetja ime më e madhe, shoqëria po ashtu. I falenderoj shumë. Mirë shumë. Po qysh më rrinë Elda me e balancu shkrimin edhe shkollimin e mjekësisë? Po, kur do diçka, gjejnë kohë për të shumë, e unë qysh gjej kohë me i menaxhu të dyat, është në bazë të një kushti që ja kam vendos vetes, që sot gjej kohë për shkollën, aq për shkrimin, që mos me lanë asnjëherën prej tyre anash. E kjo është ajo qysh më ndihmon me menaxhu qysh shkollën ashtu edhe shkrimet.